Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e ujorit. Ujor në javën e parë të korikut ju shikoj të bllokuar. Kjo do të jetë një javë me shumë sakrifica, një javë me sprova dhe pavarësisht mundimit nga ana juaj, shumë gjëra do të mbeten pezull. Do t'ju duket shumë e vështirë, do t'jeni konfuz, edhe memoria juaj gjatë kësaj kohe do t'jetë, shumë gjëra do t'jenë të paqarta, do thoni si filloi ky debat, për çfarë u kapëm, për çfarë biseduam, ku i mbeti hatri, nuk e mbaj mend si arritëm deri në këtë pikë, plus nuk do keni edhe energji për të debatuar me të tjerët, apo për të mbrojtur veten tuaj, ju shikoj më të tërhequr, më pasiv, pa motivim. Kjo po ndodh po ta shikojmë në këndvështrimin astrologjik, sepse Mërkuri, planeti që lidhet me komunikimin, lidhet me memorien, me mënyrën se si ne flasim, shprehemi, dhe Marsi, planeti që lidhet me agresivitetin, me mënyrën si ne marrim vendime, me atë shpirtin luftarak, të dy këto planete janë në shenjën e Luanit, që është e kundërta juaj, dhe duke i pasur larg nga ju keni humbje kujtese, po jeni konfuz, nuk i mbani mend gjërat në mënyrë të qartë, është shumë e thjeshtë për dikë në këtë javë të parë të korikut t'ju manipuloj, të thotë jo se e mban mend gabim, nuk ka qenë ashtu, kemi bërë bisedë tjetër, e ti thua po prit se unë nuk e mbaj mend realisht, ishte kështu siç e tham apo jo. Dhe ato mund ta kthejnë, jo nuk ishte ashtu, të tjerat ju mundin me fjalë, mungesa e energjisë së Marsit ju bën edhe më të lodhur, më të ngarkuar, kështu që kujdesuni për veten, mos u nxitoni, jepini kohë vetes, pushoni, mund t'i prek ujor të ndryshëm në forma të ndryshme, për dikë kjo çështja pezull e konfliktit mund të jetë në çift, nuk kuptoheni me njëri tjetrin, ju duket sikur sa herë që ju ankoheni ose thoni diçka që nuk ju pëlqen, i thoni partnerit ose partneres, ju jep një përgjigje shkurt, ose ju thot jo e ke gabim, nuk është kështu, ose ju thot nëse të pëlqen qëndro me mua, nëse nuk të pëlqen ndau, largohu, pra nuk t'i jep zgjidhjet, vendos me shpatulla mbas murit. Ndërsa ujor mund ta ndjejnë këtë ngarkesën në punë, ku ti je në një punë që nuk të pëlqen, në një punë që ke pa kënaqësi, në një punë që nuk të vlerësojnë, që ta kthejnë situatën siç duan ata, po prap nuk largohesh dot sepse ke shpenzime, ke detyrime, pagesa, shumë gjëra që të mbajnë lidhur, edhe kjo të sjell edhe mërzi edhe ngarkesë emocionale. Për dikë tjetër mund të jetë edhe thjesht një ndjesi e kësaj jave që mund të ndryshojë më vonë, po e ndjeni në këtë javë sepse doni të bëni pushime, ndoshta nga ana ekonomike disa ujor nuk i kanë mundësitë për të bërë pushime disa herë gjatë verës, edhe mund të ndjesh vetëm e izoluar, pa me atë rutinën që ke mbetur në vend numëro, punë, detyrimet në familje, në shtëpi, dhe asgjë më shumë se sa që kjo mund të bëj të ndjesh këtë ngarkesën emocionale. Prandaj them kujdesuni për veten, me qetësi, kjo është një kohë ku është mirë t'i rikujtosh vetes se ky është çelësi i jetës, që edhe atëherë kur të duket sikur asgjë nuk po shkon ashtu siç ti do, të thuash vetes jo, unë prap kam gjëra të mira në jetën time, ktheje fokusin tek shëndeti yt, tek njerëzit që të duan, tek bekimet që ti ke në jetën tënde, jepi vetes energji pozitive, dëgjo muzikë, ndoshta s'ke mundësi të shkosh me pushime, po dil bëj një ecje në natyrë, shpenzo kohë në një vend, nëse është një vend, një park ose një vend që është pa pagesë që ti mund të shkosh edhe thjesht të relaksohesh, shfrytëzo mundësi, kohën e lirë edhe opsionet që i ke pa paguar, që ti mund të qetësohesh, por mos e sforco veten, kjo është shumë e rëndësishme në javën e parë. Në javën e dytë shikoj që do të dëgjoni fjalë, tash e theme në këtë javë të dytë, kjo do të jetë gjithashtu një javë ku duhet bëni kujdes me komunikimin, mund të ketë shumë keqkuptime me korrespondencën, mund të ketë vonesa në kthimin e përgjigjes, për ujorët që presin të marrin një përgjigje për një dokumentacion, për një aplikim që kanë bërë. Kemi dhe një hënë të plot në shenjën e bricjapit,
me datë 10 korrike, do ta ndjeni edhe 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas. Pse është i rëndësishëm për ju? Është i rëndësishëm sepse një lloj si bricjapët që udhëhiqen nga Saturni në antikitet edhe ujorët kanë atë planetin që udhëheq tradicionalin Saturnin. Prandaj kjo do të nxjerrë në pa, hëna e plot të nxjerrë nga ana emocionale, shumë gjëra që ti ke mbartur brenda vetes tënde ujor. Pra fjalë, diskutime, gjëra që njerëz të tjerë mund të kenë manipuluar ose kanë shfrytzuar atë dashamirësinë tënde. Deri në javën e tretë unë shikoj që një gjë e madhe do të shpërthej. Dhe ti ato çfarë si ke thënë, që ke hezituar, ke thënë nuk po bëj debat, nuk po flas, po e mbaj veten, po e frenoj veten, nuk po diskutoj. Të gjitha ato çfarë ke mbartur do shpërthej në javën e tretë. Bëni kujdes sepse kjo energjia e pesës së shpatave është një energji shumë e fortë. Uroj mos ta rri situata në ekstrem për ju, ku ndonjëherë në rastet më ekstreme kjo lidhet edhe me agresivitet, lidhet me dhunë që mund të jetë verbale ose dhunë fizike në rastet më ekstreme. Sigurisht është një lexim i përgjithshëm, nuk dua të alarmoheni, por kjo është energjia e javës. Ju bëni kujdes, shmangni disa gjëra, se po arritet që të flisni, do t'i thoni të fundit fare çfarë keni mbledhur, do ta thoni. Gjithçka do dalë dhe ju do dilni të fituar, jo të fituar sepse kur ndodh një zënk e madhe, një konflikt i madh, askush nuk del i fituar, po do të jeni ju ata që do të jeni shumë herë më të ashpër, do të jeni ju ata që do të keni fjalën e fundit. Le të themi ai personi që i vendos pikat mbi i. Dhe kjo do të jetë edhe një lloj lehtësimi ujor për ju. Do të jetë një lloj çlirimi nga njëra anë. Kjo formë e të vepruarit, sepse është e vështirë për ju të nënshtroheni për ujorët, sidomos kur dikush fyen inteligjencën tuaj, zgjuarsinë tuaj, ose përpiqet haptazi që t'ju manipuloj. Kjo është një gjë që ju nuk e toleroni. Dhe keni duruar për hir të asaj që s'doni të flisni, por mbas këtij momenti unë shoh që do jetë edhe një lloj terapie gati për ju, se do ta hiqni atë të keqen, atë ngarkesën nga vetja. Dhe në fund të korrikut ju shikoj të çliruar, do ndjeheni më mirë, do ndjeheni më të lehtësuar. Do jetë një javë ku do thoni, ok, unë jam vetvetja, unë kështu jam, unë kështu i shikoj gjërat, kështu i mendoj gjërat. Është më mirë që ti qëndroj asaj opinionit tim, ideve të mia deri në fund, se sa ta mbaj situatën, mos fol, mos bisedo, mos bëj e të tjera. Dhe energjia e yllit më tregon për një periudhë me sukses, për një periudhë ku ju vetë ktheheni në identitetin tuaj, me ato konfidencën, me ato shpirtin e rebelit, se ujorët kanë në vetvete një nga gjërat kryesore që ju, pjesë të karakterit tuaj është ajo pjesa e rebelimit. Ju nuk bini dot në kompromise me të tjerët. Edhe nëse e bëni për një kohë të shkurtër, është diçka që nuk do të funksionojë dhe ju do të ktheheni prapë në atë kush jeni ju realisht në thelbin tuaj. Keni shumë të vështirë pjesën e kompromisit. Dhe prandaj edhe është kjo energjia e javës së parë, me këtë shumë gjëra pezull, ngarkesës emocionale, por deri në fund të muajit do ndjeheni më mirë, do ndjeheni të çliruar, do ndjeheni vetvetja, do kthehet balanca e situatave, nuk ndjeheni më viktima që pse po ju lëndojnë, pse po ju bien në qafë, po do kaloni në pozicionin e fitimtarit, do kaloni në pozicionin luftarak, ku nuk jeni më thjesht në mbrojtje, por jeni ai personi që kur lufton, lufta është e fituar, dhe fitoria në këtë rast do të jetë e juaja. Por nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju më thot: love endures, dashuria duron. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Pra dashuria duron, dashuria nuk heq dorë dhe nuk e humbet besimin. Dashuria
ka shpresë, ka besim dhe i reziston çdo situate. Kjo është e vërtet, por shpesh në raporte, sidomos kur çiftet janë bashkë për një kohë të gjatë, njerëzit bien edhe rahat pak me njëri tjetrin dhe heqin dorë nga të përpjekurit apo nga të bërit diçkaje më shumë, nga të munduarit, i bien shkurt situatave kur nuk i pëlqen diçka, vetëm thonë, ok, po të pëlqeu mirë, po të pëlqeu largohu. Pra këto janë shenja jo pozitive dhe në çift mirë është që të ketë pak të ekzistoj pak ajo frika për ta humbur tjetrin. Jo në një formë toksike, jo në një formë që duhet vazhdimisht ta mbash personin tjetër në gjëmba, por edhe jo t'jetë rehati në atë fazë që ka një garanci 100% që ti nuk shkon asgjë kundi, që ti je me këtë person dhe do jeni bashkë gjithë jetën, se dhe atëherë mund ta shfrytëzoj situatën edhe të kaloj në dembelizëm. Duhet mbajtur, duhet i rikujtuar ndonjëherë partnerit ose partneres që një marrëdhënie të funksionojë në afat gjatë, duhet punë nga të dyja palët, duhet punë edhe dedikim ndaj njëri tjetrit vazhdimisht, se nuk vazhdohet ndryshe, nuk vazhdohet me dembelizëm, duke i rënë gjërave shkurt. Prandaj po, dashuria duron, dashuria nuk heq dorë, dashuria pavarësisht kur ka dashuri kalohet çdo sfidë, çdo situatë, por dashuria duhet filloj nga dashuria për veten. Nëse ti e vlerëson, ke dashuri për veten tënde dhe respekt për veten tënde dhe thua, ok, deri në këtë pikë ti ke folur më shumë se ç'duhet, apo nuk më ke dhënë respekt aq sa duhet, nuk më ke kuptuar aq sa duhet, atëherë personi tjetër, nëse ka dashuri, do të ndryshojë, do të jetë një lloj thirrje për ta shkundur personin tjetër që shiko se po bën minimumin, duhet bësh më shumë, duhet investosh më shumë në këtë marrëdhënie, duhet bësh më shumë, duhet ta kthesh fokusin tek dashuria, jo t'i japësh minimumin. Dhe unë besoj që kjo do të zgjidhet pozitivisht, ju do të dilni të fituar ujor, sepse thash do ta thoni fjalën e fundit dhe partneri ose partnerja nuk do kenë zgjidhje tjetër përveç se të bëjnë ato ndryshimet e nevojshme. Kjo forma e komunikimit që po të pëlqeu, po s'të pëlqeu mirë, dhe këto zgjidhjet e shkurtra, këto manipulimet, këto nuk do të funksionojnë. Do duhet që ata të jenë shumë racional, të arsyeshëm dhe të bëjnë një bisedë si dy persona të rritur me ju, që ju bashkë të bini dakord dhe të merrni një vendim të dy së bashku. Kurse për sa i përket ujorëve që nuk janë në një marrëdhënie në çift, kjo situatë mund t'ju prek ose në lidhje me jetën tuaj, me shoqërinë, me një person të familjes, ose mund t'ju prek në punë ku ju do të arrini ose të shkëputeni deri në fund të korrikut, se e shikoj si një situatë ku nëse thohen fjalët deri në atë pikë nuk do të ketë më mundësi kthimi, ose kushdo që ju ka bezdisur do ta mbyll me aq, nuk do t'ju shqetësoj më, nuk do të ketë as do të flas me ju, as e gjitha situata do të shëshohet dhe ju do t'jeni mirë. Thash, ju shikoj me fitore, në fund ju do t'jeni me kokën lart, ju do t'jeni ata që do të qeshni të fundit, do t'jeni ata që do të thoni durova i duruari, i fituari. Kjo është energjia për ju për muajin korrik. Ok, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abononi, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video, gjithashtu edhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë të dëgjohemi. Gjithë të mirat, mirupafshim.